Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi gjithë ju dashur besimtarë dhe besimtare. Ju përshëndes në këtë prag iftari. Elhamdulillah, gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj i mëshirës, muaj i rahmetit, muaj i begative, muaj i faljes, muaj i durimit, muaj i sakrificës, po dhe muaj i bamirësisë për njerëzit e tjerë. Elhamdulillah, jemi në gjendjen e agjerimit dhe Allahu xhelle xhelaluhu e ka sjellë këtë muaj që njerëzit lartësohen, të afrohen tek Zoti xhelle xhelaluhu. Prandaj ju themi të gjithëve që të mos mbeteni të pendur pse nuk agjeroni. Megjithse ne të ngarkuam jemi me gjunafe, me halla, por futuni në agjerim, se ky muaj i bekuar për Ramazani ka leje prej të madhit Zot xhelle xhelaluhu, ka fuqinë të madhit Zot xhelle xhelaluhu që njeriu të afrojë tek Zoti. Keni pa gjendjen e njeriu të agjerueshëm nga mëngjesi deri në darkë, rezervohet, nuk kryen veprime të këqija, gjunafe, vetëm për hatrin e Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe kjo do të ndihmojë që edhe mbas Ramazanit të ndalohet nga të këqija. Po agjerimi do të ndihmojë që të fillojë edhe namazin, edhe adhurimet të tjera. Pra, do t'i hapet zemra në Ramazan. Sa njerëz me mira, zemrat e tyre janë hapur në muajin e Ramazanit. Edhe shohim çdo ditë njerëz, burra, gra, të gjitha moshat, edhe fëmijë duke agjeruar. Edhe mbram në Taravih po na thoshin, agjeron në moshën 6 vjeçare. Shifeni fuqinë e Zotit. Shifeni se si Allahu xhelle xhelaluhu pra ja ka dhënë atë mëshirën, rahmetin këtij muaji. Edhe ju futuni në agjerim, se Allahu do t'u mëshirojë. Allahu do t'u afrojë tek madhëria e tij. Nuk po them tjetër vetëm se o Zot, na i prano agjerimet tona. Allah na fal, na begato, na mëshiro dhe na mbaj në këtë jetë me iman. Mos ta ndaj nga veprat që fitojnë të kënaqësinë tonë dhe largojnë hidhurimin tonë. Allahu ju mëshiro vëllezër, agjerim pranuar për gjithë.